Kjo është shtu në qytetin e Lushnjës u gjallërua nga panajiri Kultura dhe Tradita Rome, një aktivitet që vuri në qendër trashëgiminë kulturore dhe integrimin e komunitetit rom në jetën e përditshme të qytetit dhe njësive administrative të bashkisë. Stendat e panajirit u mbushën me produkte bujqësore, gatime tradicionale dhe veshje karakteristike të komunitetit rom, të përgatitura me kujdes nga vetë familje pjesëmarrëse. Aktiviteti u organizua nga shoqato Amarodrom në qendër në Tiranë, në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë. Të pranishëm në këtë panajir ishin kryetaria e Bashkisë Lushnjës zonja Riselda Sefa dhe drejtori ekzekutiv i shoqatës Amarodrom, zoti Fert Milajn, të cilët përshëndetën aktivitetin dhe theksuan rëndësinë e bashkëjetesës, përfshirjes dhe mbështetjes për sfidat me të cilat përballet komuniteti rom. Kryebashkiakja Sefa u shpreh se Bashkia Lushnjë mbetet e angazhuar për të ndihmuar komunitetet vulnerabël dhe për të nxitur promovimin e vlerave kulturore në harmoni dhe në respekt të ndërsjellë.